Kështu që nëse dyshoni tek një blet që s'është në rregull ose po t'ja veni veshin ti shkonin mbrëmje ti dëgjoni tek dera, ajo bën gumzhin, bën më shumë zhurmë se blet e tjera, aty do thotë që s'ka mbretëresh brenda. Ose në moment që ja hap kapakun dhe shikosh se ajo do bëje shumë zhurmë si blet. Ti shoh gjithë duke rraf krahët, duke bërë shumë zhurmë, aty duhet me pas se s'ke mbretëresh. Se mbase nuk ju bjen për t'i hap me i pa kornizë për kornizë, po në moment që hap kosheren, do e shohësh sepse të sinjalizon bleta, aty fillojnë dhe bëjnë gjitha blet, ose është shumë e acarume, ose bëjnë gjithë zhurmë, shër gjithë duke tund krahët, aty kuptohet që s'ke mbretëresh brenda. Kjo është një shenjë që mund ta kuptoni shumë thjesht nëse ka mbretëresh apo jo. Se më kanë shkruajtur shumë veta, siç u thash dhe më përpara, që ju kishin kthyr disa mbretëresha, kanë vazhduar kanë bërë pille mashkullore, dhe disa ishte mbretëresha aty brenda, edhe bënte pille mashkullore komplet 3 korniza, i kishte nga 50%, i kishte komplet meshkuj, gjithë meshkuj. Kështu që ajo mbretëresha është mirë të hiqet. Ose mund ta bleni ndonjë tjetër, ose e bashkon me një blet tjetër. Pa të pjellën mashkullore, për mendimin tim është mirë t'ja prishësh, të marrësh atë që pastrojnë vulosjen e mjaltit dhe t'ja heqësh, t'ja nxjerrësh atë pjellën komplet. Se është kot t'ja lesh, se të dalin ato meshkuj do të hajnë ushqimin edhe ta përfundojnë si blet. Se ka akoma mbretëreshat se i nxjerrin në shitje. Se shoh shumë që i nxjerrin, po këto mbretëreshat tani kaq kohë si i mbajnë, ose kanë shumë në kleuse, ose se di se si mund të shesin kaq shumë mbretëresha edhe në këtë kohë. Kur u bën këto, kur u frekonduan. Janë mbretëreshat që janë frekonduar në mars, në prill, kur janë frekonduar këto mbretëresha, që ti marrësh deri tani dhe të nxjerrësh duke shit kaq shumë mbretëresha aty, se di se si i majnë. Po përderisa ti nuk do me humb si koloni, se mund të jenë dhe blet goxha të mëdha, kështu që duhet na e ble një mbretëresh nga ato dhe ja vendos, dhe vitin tjetër e shikon që se s'dele mirë mund ta zvendësosh, paktën me kalu dimrin që se s'do me e bashku me një tjetër, që mund të jetë shumë më e dobët.